Rëndësia e aktivitetit fizik për mirëqenien trupore dhe mendore po merr gjithnjë më shumë vëmendje edhe tek fëmijët. Yoga si një praktik që ndërthur lëvizjen me qetësinë mendore, po shihet si një alternativë e dobishme për zhvillimin e tyre të shëndetshëm. Fëmijët e kanë shumë të rëndësishme sot nga hiperaktiviteti, nga e gjithë kjo dinamikë e ditës që të kenë një farë qetësie dhe të gjejnë, domethënë, atë balancën midis trupit edhe mendjen, që në fëmijëri ushqehet si kulturë dhe më vonë pastaj do ta shihni që fëmijët, të cilët merren me aktivitet fizik, ndryshojnë shumë dhe i shohin gjërat edhe në të ardhmen me një perspektivë më ndryshe. Sipas specialistëve, përfshirja e fëmijëve në aktivitete të tilla ndihmon në përmirësimin e përqendrimit, reduktimin e stresit dhe forcimin e trupit, ndaj prindrit duhet jenë të ndërgjegjshëm për përfitimet që sjell yoga në moshë të hershme. I ndihmon shumë fëmijët lidhur me ruajtjen e balancës trupore, i ndihmon shumë sa i takon posturës, i ndihmon shumë në forcimin e masës muskulare, i ndihmon shumë në forcimin e masës kockore, sepse ata janë në rritje, normalisht dhe trupi ndryshon. Sa i takon anës emocionale, i ndihmon shumë të qetësojnë të gjithë pjesën e emocioneve negative që ngarkohen nga dita, qoftë nga pjesa e shkollës, qoftë nga pjesa po flasim në shoqëri ose në mjedise të ndryshme ku frekuentojnë. Pjesë e kësaj eksperience janë bërë edhe nxënësit e klasës së 4 të shkollës Stavri Themeli, të cilët kanë vizituar palestrën për të njohur nga afër me jogën dhe përfitimet e saj.